Problemet në zemër të cilat kanë prekur shpeshherë dhjetra qytetarë në qytetin e Vlorës, kanë detyruar shumë prej tyre të bëjnë ndërhyrje në vena që furnizojnë zemrën me gjak, ndërhyrje këto të cilësuara si bypasse në zemër. Mjeku kardiolog Luter Nuraj, i cili çdo ditë përballet me pacientë që kanë kryer këto ndërhyrje në zemër, vëre një shtim të ndjeshëm të këtij fenomeni. Siç thot edhe ai vet, në klinikën e tij paraqitet pacientë të cilët i thonë se kanë pastruar në spitale shtetërore dhe private venat që çojnë gjakun në zemër. Nuraj tregon se kjo gjë është e gabuar dhe fton qytetarët të bëjnë tepër kujdes. Në fjalën e tij, Luter Nuraj, mjek kardiolog, tregon edhe mënyrën se si ndërhyjet në zemër duke vendosur stenda, të cilat janë tepër të rëndësishme për jetën e pacientëve. Mënyra të tjera sipas mjekut Nuraj në kurimin e pacientëve nuk ekzistojnë. Këta që bëjnë koronografira këto, nuk e di, vinë më thonë mua pastrom koronaret. A e thonë vetë këta se nuk din. Apo ja thonë ata që i mashtrojnë, unë nuk e di si që punë. Koronaret nuk pastrohen duke bërë koronografi. Përkundra i fut një solucion tjetër tubave që janë për zemër, arterëve koronare, nuk bëhet pastrim. O vjetu naz stent që themi ne, ose i thuhet nuk ke gjë, është normal, ose i thuhet e ke 30, 20, 50% dhe nuk vjet stent. Por më vinë shumë të bajtan, unë të më fjerë, e bëra unë atë, edhe me ka pastruar, me krenari. Këtë terem duhet të heqim, kjo se a thonë ata, mos a thonë. Jo po e thanë, mos ta besojnë. Ndërkohë, për një sër faktorësh, problemet në zemër janë shtuar në mas. Shqetësimet e zemrës po prekin tashmë çdo moshë, duke mos kursyer as të rinjt. Pjesë e shqetësimeve në zemër janë dhe moshat e mitura, por edhe fëmijët e vegjël, ndaj bluzat e bardha ndër të tjera bëjnë thirrje për më tepër kujdes të shëndetit.